Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit prill, muaj prill 2025. Është muaji i fundit kalendarik astrologjik për sa i përket problematikave dhe çështjeve që neve kemi, por jo vetëm kaq, do ndryshojnë shumë gjëra. Ka një mi arsye ky muaj do na japi shumë ndikime dhe tronditje nga ana tjetër, sepse disa gjëra nuk mund t'i kemi të gjitha, por mund të kemi ato që na duhen. Dhe nëse jemi me këmbë tokë dhe dim çfarë do bëjmë ku do shkojmë, asgjë nuk do. Por le të hedhim një sy çfarë ndodh dhe si mundet neve dhe cilat shenja janë më të favorizuara të muajit prill. Por pas